Atëherë të nderuar miq, siç e paralajmëroj edhe Semra, pra do të jemi sigurisht me të ftuarit ton, nuk do të mungon edhe muzika me Fatonin dhe sigurisht ja që nga një femër e larguar do të ftoj një femër tjetër e ftuar, pra do të jetë do ta kisha quajtur një ish kolege ku shumë punë ka bërë edhe në televizion, por ja që sot bashkë me ne do të dëshmon se ka bërë një punë shumë të bukur. Do të jetë bashkë me ne Laura Papraniku. Laura, mirë se erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si ka lutë? Mirë. Të thash mirë se erdhe, po ti erdhe në shtëpinë tënde këtu. Dhe çuditërisht sa herë vi, jo vetëm që ndihem mirë, po sa herë provoj një emocion të ri. Sigurisht. Urdhoni, ulini. Si ka lutë? Vikendi, punda, mirë? Mirë, në përgjithësi mirë. Tek ne në Institutin e Trashëgimisë zakonisht me ardhjen e muajit shtator. Në për shkolla fillon viti i ri shkollor, por ne fillon pjesa e ditë e realizimit të projekteve, të programeve që i kemi dhe në përgjithësi e kemi një 3 mujor të ngjeshur me aktivitete të ndryshme. Mos flasim edhe festat e nëntorit që po afrohen, sigurisht edhe atje bëni një punë të palodhshme dhe organizoheni aq bukur sa që na e kanë zili ndoshta edhe 2 shtetet shqiptare, Kosovë, Shqipëri. Sa me të them të drejtën, ndoshta është jashtë modestisë, mirë po Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve këtu në Shkup po bën vërtet një punë të mrekullueshme, të lakmueshme prej edhe shpeshherë të lavdëruar edhe nga ana e instituteve si motra në Prishtinë dhe në Tiranë. Unë zakonisht për festën e alfabetit, nëse rastis në 2 shtetet, pra Kosovës e Shqipërinë, unë një thëmë, ne kemi festën e alfabetit, po ju çka bëni sot? Laura, bëre një punë të bukur, ja që kanë dëshmuar edhe shumë duke ne i përcjellë edhe ngjarjet në institut, jeni aktive, gjithandej që do me thonë një dëshmi po punohet aty dhe po bëhen gjëra të bukura ku do t'i gëzojnë edhe gjenerata, por ajo në cila na bëni përshtypje shumë është edhe botimi i librit të fundit. Me të vërtet, derisa e lexova titullin, u rikthyn shumë sende, se di pse çdo fëmijë apo çdo i ri e ka përjetuar këtë gjë. Na tregon si filloi kjo ide dhe me të vërtet nga u mblodhen ato nga gjithë ato informacione. Të them të drejtën, ideja fillestare e këtij projekti është një projekt i cili realizohet nga ana e shoqatës për veprim qytetar dhe kulturor, DEA 22, dhe çdo herë kemi gjetë bashkëpunimin edhe të Institutit për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, por edhe të institucioneve tjera ku ne kemi trokitur për mbështetje gjatë aktiviteteve për realizimin e tij. E titulluam Thesaret të trashëgimisë sepse qëllim të parë të këtij projekti kishim të kthejmë vëmendjen e publikut tek një pjesë për fat të keq e harruar, e lënë në harres e trashëgimisë son popullore, dhe ato janë prallat, legjendat, mitet tona, shumë të bukura dhe me vlera të mëdha, por fatkeqësisht njohura vetëm nga ana e studiusve të etnologjisë apo edhe të letërsisë popullore dhe të folklorit. Por asesi tek njerëz të rëndon. Pikërisht. Zhvillimi i teknologjisë ka dhënë edhe pasojat e veta dhe një prej atyre segmenteve që më së tepër më e ka pësuar është pikërisht leximi i veprave letrare. Dhe e menduam të bëjmë diçka për të kthyer pra vëmendjen e publikut tek kjo pjesë e vyer e trashëgimisë son popullore, dhe e menduam të punojmë me nxënësit e shkollave fillore, sepse në fundit ata janë edhe potencialët, kandidatët potencial për të qenë edhe krijues të ardhshëm. Dhe vendosëm të punojmë me nxënës të talentuar të klasave të 6-ta dhe të 7-ta të shkollave fillore. U përcaktuam për këtë moshë duke konsideruar se është mosha shkollore më afër edhe me botën e prallave, pra janë ende fëmijë,
Mirë po është edhe një moshë e cila korespondon edhe me aftësitë psikomotorike të vetë nxënësve të kësaj 12-13 vjeçar, pra atëherë kur edhe nisin tek fëmijët të nxitet fantazia krijuese, aftësia e tyre oratorike. Kështu që komponentës së parë kulturore, respektivisht kthimit të vëmendjes tek trashëgimia jonë kulturore, i shtuam edhe komponentën edukative, respektivisht dëshirën për të nxitur dhe për të avancuar tek nxënësit aftësitë e tyre oratorike dhe dhuntit e tyre krijuese. Dhe në të njëjtën kohë një komponent të cilën unë nuk dua ta anashkoloj edhe pse është e treta sipas rëndësisë, sipas radhës, po jo edhe sipas rëndësisë, është komponenta sociale. Dhe kjo ka të bëjë pikërisht me aspektin e bashkëbisedimit të gjeneratave të ndryshme. Janë nipërit dhe mbesat të cilët bashkëpunojnë në kuadër të këtij projekti me gjyshërit dhe gjyshet e tyre. Një kategori e personave shpesh herë të lënë pak anash vëmendjes edhe familjeve tona dhe kemi dashur që përmes këtij projekti të bëjmë diçka edhe për këtë gjeneratë të moshuarish, t'i bëjmë të ndjehen mirë në sytë e nipërve të tyre dhe shpresoj që t'ja kemi arritur qëllimin, t'i kemi bërë edhe ata bashkë veprues bashkë me gjeneratat e reja, me nxënësit në realizimin e këtij projekti. Në fakt pa ndihmën e tyre edhe nuk do të kishte pas kuptimi gjithë projekti. Sigurisht. Na trego pak Laura, u bë pak një ulëmtim tek ndoshta tek më të moshuarit, përjetime ndoshta, por sigurisht ndoshta ju ka dashur edhe disa informacione rreth më të moshuarve se si kanë rrihet këto, se thash çdo fëmijë ka përjetuar atë. Pikërisht, tani të them të drejtën, ky është një iniciativë qytetare në kuadër të një shoqate për veprim qytetar, që ka gjetur edhe mbështetjen e institucioneve, të shkollave fillore në disa komuna të ndryshme të Maqedonisë së Veriut, dhe të disa institucioneve si Teatri i Fëmijëve apo edhe Teatri Kombëtar i Shkupit, ku ne kemi realizuar disa aktivitete përcjellëse të qëllimit kryesor të projektit. Nuk është që kemi bërë ndonjë ulëmtim serioz, tani nga që puna në institut më ka dhënë mundësinë të shoh edhe realizimin e projekteve që kërkojnë një angazhim më serioz, më të thelluar. Kështu që nuk mund të jap të drejtë vetes të them që kemi bërë ulëmtime apo studime serioze, po në bazë të mikpritjes që ne kemi gjetur tek arsimtarët, tek prindërit e nxënësve, tek vetë nxënësve, kemi marrë një impakt pozitiv, gjë e cila na ka dhënë të kuptojmë se jemi mirëpritur edhe nga ana e gjyshërve të këtyre nxënësve. Ne në pa mundësi që t'i shprehim falënderim publik si e cilit prej tyre, menduam që emrin e secilit gjysh ose gjyshe që tregoj një përrallë për nipin e tij dhe që pastaj këta nga cilësia e nxënësit e sollën të ritreguar në shkolla, ne vendosëm të bëjmë jetësimin e emrave të këtyre gjyshëve, duke e nxjerr emrin e secilit rrëfimtar bashkë me emrin e nxënësit si autorin e përrallës së treguar. Në mesin ne para 10 ditëve bëm promovimin e librit të dytë të ciklit Gjysha më ka treguar nga projekti Thesare të trashëgimisë dhe përrallat të cilët arritëm t'i grumbullojmë vitin e tretë, pra 2024, ne do t'i botojmë vitin e ardhshëm. Në 2 vëllimet e para janë dikund rreth 115-120 përralla apo tregime të nxënësve të ritreguara fillimisht nga gjyshërit e tyre dhe kemi shënuar emrin e secilit gjysh ose gjyshe bashkë me emrin e nipit dhe apo mbesës së tij në këta libra, duke dashur të ruajmë edhe originalitetin e rrëfimit të nxënësve, po edhe
anën autentike të rrëfimit. Sigurisht, shumë e bukur, por më trego, jam kurioztar të di titullin, shumë i bukur. Gjyshja më ka treguar. Kjo është një domethënë se thash është një rikthim në fëmijërie secilit ja dhe ne të rritur, po na rikthehet në atë kohë. Shumë një domethënë se pa e hap librin kjo flet shumë, Laura. Në fakt është një titull që godet. Kemi pasur disa opsione, për shembull në botën e përrallave, në botën e zanave, shpeshherë zanat e malit, e bukura dhe janë personazhe të adhuruara nga ana e nxënësve në përrallat që ata kanë ritreguar, po një titull që vërtet i qelluar që godet emocionalisht. E the që do të kemi mundësi që edhe në vitet në vazhdim të bëhen këto përmbledhje që ajo që shkruhet mbetet, Laura. Ajo është edhe qëllimi i gjithë projektit në fundit, sepse me grumbullimin e thesarit ton popullor janë marrë shumë studiues dhe vazhdojnë të merren me studime dhe me projekte shumë serioze, po e bukura e këtyre përrallave është se ata nuk qëndrojnë 100% besnike të tekstit dhe narrativës, mënyrës së rrëfimit, ashtu sikur se janë rrëfyer në kohët e kaluara. Këtu ka shumë përralla të cilat tregojnë prej gjyshërve të tanishëm, por që sigurisht ata i kanë dëgjuar nga gjyshërit e tyre. Këta përralla, këta tregime të motshme vinë të ritreguara nga ana e nxënësve, janë në gjuhën letrare, sepse kemi dashur që të kuptohen nga nxënësit e të gjitha trevave. Kemi përralla nga rajoni i Tibrës, nga Kumanova, Studeniçani. Vitin e ardhshëm do të kemi edhe nga komuna e Sarajit, këtu nga shkollat komunës së Çajirit në Shkup, Kumanova nuk e di nëse e përmenda në fillim. Dhe nëse do t'i shkruanim në dialekt, kam përshtypjen se do të kishte vështirësi leximi nga ana e nxënësve, jo të gjithë janë studius të dialekteve dhe e njohin dialektologjinë. Kështu që u vendosëm për variantin e shkrimit të tyre në gjuhën letrare për arsye që të jemi më praktik me leximin e tyre. Ne nuk kemi ndonjë iluzion Samet se gjithë këta nxënës që u përfshin në projekt do të bëhen shkrimtar të mëdhenj. Absolutisht që kur e kemi nisur këtë projekt ne do të ishim shumë të kënaqur sikur 3 ose 4 prej nxënësve që kanë rishkruar ose që janë shkrimtar të tregimeve të tyre, 3 ose 4 të bëhen shkrimtar me zë në të ardhmen. Mirë po, jemi shumë të sigurt se gjithë këta nxënës do t'i bëjmë adhurus të fjalës së shkruar, do t'i bëjmë edhe njerëz që do t'ja dinë vlerën edhe trashëgimisë son kulturore tepër të pasur, si në përralla, ashtu edhe në veshje, po edhe në shumë vlera të tjera, të cilat fatmirësisht janë trashëguar dhe vazhdojnë të jenë autentike në shumë pjesë të Maqedonisë, po sigurisht edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë më gjerë. Sigurisht. Na trego si ishte e the edhe në fillim, teknologjia disi na ka humbur orientimin, na i ka hek librat nga dora. Shumë mirë keni bërë që i keni kthy nxënësin, sadopak ka shku në shtëpi dhe ndoshta ka bisedu me gjyshin dhe për këto përralla, cilën përrallë të nxjerrin, cila është më e mira. Na trego sa ishte entuziazmi, interesimi tek fëmijët. Na kanë befasuar fëmijët për të mirë. Të them të drejtën, ishim pak skeptik kur nisëm këtë projekt, nëse do të gjejmë mbështetjen në radhë të parë të nxënësve, sepse mbështetja e arsimtarëve, drejtorëve të shkollave ka qenë absolute. Dhe më duhet t'i falenderoj publikisht gjithë. Mirë po na befasuan për mirë nxënësit me entuziazmin, me seriozitetin që ju qasën detyrës të cilën u patëm dhënë. Fëmijët janë edhe të sinqertë, dinë edhe të mos gënjejnë dhe në pyetjen tonë kur keni dëgjuar për herë të fundit përrallë,
Të pakët ishin ata që tregonin se kanë dëgjuar para një nate, ose para një muji, ose para një viti. Pjesa më e madhe e tyre nuk mbanin mend se kur kanë dëgjuar për herë të fundit. Dhe e morën me shumë seriozitet detyrën që ju dham të bisedojnë me prindërit e tyre, me gjyshrit, për t'ju treguar një rrëfim dhe për të na risjell në shtëpi, në shkollë. Na befasuan për të mirë, me aftësitë e tyre edhe me seriozitetin për ta trajtuar lëndën ashtu sikurse e kishin marrë për obligim. Janë shkëndijat, unë them shpeshherë, brenda fletëve të këtyre librave, lirisht secili lexues mund të gjen shkëndijat e para të krijuesve të antarshëm. Ka vërtet nxënës të talentuar, harronin shpeshherë dhe në fund e pranonin që nuk ju ka munguar laptopi ose telefoni celular gjatë qëndrimit tonë në punëtoritë edukative. Në secilën shkollë kemi realizuar nga 3 punëtori edukative. Në të parën kemi bërë me ekipin e etnologëve, studiusve të folklorit, prezantimin e vlerave të letërsisë sonë popullore, njohjen e nxënësve me trashëgimin tonë. Pastaj në punëtoritë e dyta kemi përitur tregimet që na i sollën nxënësit, me atë që në punëtoritë e treta me ndihmën e shkrimtarëve kanë qenë të angazhuar në këtë projekt shkrimtarët Merita Abazi, punëtorie Muça Ziba, Zarie Junuzi Çeliku, të cilat ju tregonin nxënësve disa prej teknikave të shkrimit, sepse ata ma në klasë të 6 të 7 veç kanë filluar të bëjnë hartimet e para në si pjesë e programit mësimor, mirë po shkrimi i një vepre letrare kërkon disa teknika të tjera, të cilat janë munduar me gjithë përvojën e tyre të begat, zonjat që unë përmenda, ti transmetojnë të nxënësit, me të vetmin qëllim që të nxisim tek ata dëshirën që mbase ndonjëri prej tyre ose ndonjëra të na bëhet një shkrimtare ardhshme. Shumë e bukur. Na trego, Laura, një fëmijë do ta ketë në dorë këtë libër. Na trego ku mund ta gjejë dhe si do të rjetë shpërndarja e librave. Po, Samet, për momentin... është planifiku kjo pjesë? Për momentin, për shkak të mundësive të kufizuara financiare dhe shpërndarja e librit është e kufizuar nga 2 kopje të këtyre librave, sigurisht që kanë nxënësit që janë edhe autor të tregimeve. Librat mund të gjenden në bibliotekat e shkollave që kanë qenë të angazhuara në këto projekte, dhe gjithashtu në bibliotekën universitare dhe në bibliotekat e qyteteve, të gjitha qyteteve të Maqedonisë. Ministria e Kulturës vitin e kaluar na miratoi botimin vetëm të 200 kopjeve, që sinqerisht është shumë pak, nuk mjafton vetëm për shpërndarjen e librave të nxënësve pjesëmarrës, e jo më të mendohet për një publik më të gjerë. Këtë vit kishim 300 kopje, vitin e kaluar 100 kopje falas, plus 200 kopjeve që na ishin miratuar nga ana e Ministrisë, na i shtyp shkronja Focus Print, pra i kishim gratis nga ana e drejtorit të kësaj shtyp shkronje. Në të ardhmen, ndoshta nëse gjejmë mbështetje qoftë nga ana e ministrive apo edhe komunave ose shkollave, edhe mund të bëjmë botimin e librave në tirazh më të madh, me atë që të njëjtat ti shpërndajmë edhe në librarit me një çmim simbolik që të mund të jetë i arritshëm për publikun e gjerë. Sigurisht. Laura, sa e tregove që në shumë vende është bërë, domethënë vlumtimi dhe nga shumë vende janë pranuar këto pralla dhe sa kanë tregu këto prallat traditën e ative rajoneve, kulturën e rajoneve, zakonet dhe kështu me radhë. E kuptova pyetjen. Një pyetje shumë e vënd.
E thash edhe në fillim që nuk kemi pas iluzione të sjellim ulumtime, studime shkencore të mirëfillta, mirë po nga ajo që kemi arritur të konstatojmë, domethënë qoftë gjatë punimit për ti rishkruar të njëjtat tregime, ka në rajone të caktuara, për shembull për nxënësve të Kumanovës, që më ka bë përshtypje një tregim që nuk e kemi hasur, nuk e kemi dëgjuar nga ana e nxënësve të rajoneve të tjera, ka qenë tregimi mbi ujin e kuq. E në fakt pasi edhe e dëgjuam të treguar nga ana e nxënësve, ishte një përrall ose tregim që edhe unë personalisht e dëgjoja për herë të parë, kuptuam që në fakt e gjithë përralla, e gjithë ngjarja zhvillohej mbi një vend real, ku realisht në një fshat rreth Kumanovës ishte një burim me ujin e kuq, kur ishte uji i kuq, dhe i gjithë subjekti është ndërtuar mbi fabulën e një momenti kur krushtit e ndryshëm, dy palë krush, takohen në një vend dhe për mungesë tolerancës e cili do të kalon i parë rrugën, për fat keq zën ka përfundon edhe në viktima, në tragjedi, dhe prej kësaj edhe burimit i kishte ngelur emri uji i kuq. Domethënë ishte një rrëfim autentik i asaj zone të cilën ne nuk e kemi gjetur në vende të tjera. Në librin e dytë gjysha më ka treguar për shembull nga Dibra, bën përshtypje një përrall me emrin Debora, e që në fakt është një përrall ndërtuar mbi një subjekt real historik, mbi ndarjen e Dibrës në dy shtete të ndryshme, mirë po përralla është ndërtuar me figura karakteristike të asaj bote, me zanat e malit, me vajzat e bukura edhe me djemtrima, e vendosur në kontekstin e mbrojtjes së mjedisit dhe ambientit. Ose për shembull në Studeniçan më ka bërë përshtypje rrëfimi i një nxënëseje, përrallën e gjyshes, ku personazh kryesor janë dy vajza, të cilat vendosin t'i thonë mjaft më zakoneve prapanike shqiptare të asaj kohe, po flasim për vitet 1950, kur vajzave nuk u lejohej të shkojnë në shkollë, dhe personazhet e përrallave vendosin të, në thojza, t'i rebelohen prapa mbeturisë, të vinë në Shkup, të shkollohen, të bëhen personalitete të nderuara, mësuese, doktoresha, dhe të kthehen në vendin e lindjes. Dhe atje sigurisht priten me mirësjellje dhe me mirënjohje nga ana e banorëve të atij fshati. Sa e bukur kjo, me të vërtetë. E bukur. Kjo është edhe unë brenda në këto tregime. Samet, kjo është edhe një tregues se megjithatë përrallat nuk kanë vdekur, po përrallat vazhdojnë të krijohen edhe në ditën e sotme dhe do të vazhdojnë të tregohen dhe të krijohen çdo herë derisa ka njerëz të cilët ëndërrojnë dhe synojnë të ndërtojnë një jetë më të mirë se sa ajo me të cilën ballafaqohen për momentin. Sigurisht. Cili janë planet, projektet, Laura, që këto gjëra të bukura të jenë prezente sidomos tek nxënësit, për shkak që e dim që koha po na shkel, koha po na orienton në për kaje tjera, rrugë tjera, dhe sigurisht janë të nevojshme këta gjëra. Jo vetëm shoqata DEA, edhe shoqata të tjera, shoqëria civile, zakonisht për aq sa ka mundësitë, qoftë edhe profesionale, po qoftë edhe financiare, mundohen të gjejnë anët e mira të kësaj shoqërie. Jo gjithçka në shoqërinë tonë është politikë dhe jo gjithçka është problem. Vërtet ka edhe gjëra të bukura. Unë mendoj se është koha e fundit, jemi vonuar shumë, por definitivisht kjo shoqëri duhet të përmendet dhe të kthen syt nga ardhmëria, dhe ata janë fëmijët. Besonin me një projekt shumë të vogël, shumë modest. Ne veç kemi dhënë një kontribut shumë të vogël,
po kemi parë se vërtet ka fëmijë të talentuar, janë edhe qindra edhe mira të tjerë të cilët mezi presin që t'ju jepet një mundësi për të shpërfaqur talentin e tyre, aftësitë e tyre, botën e tyre të bukur dhe të sinqertë. Institucionet arsimore, kulturore duhet të shohin politikat e tyre, ndoshta të korrigjojnë edhe të kthejnë pak më tepër vëmendjen tek nxënësit, tek gjërat e mira. Nuk do kisha dashur të la pa përmend apo sa pa pyet sa do të kishim, sa kishte interes dhe sa do të kishin qenë dobishme këto për nxënësit, dhe sigurisht të mos jemi çdo herë skeptik se a do të gjejmë për kraje dhe a kemi talent ose a kemi kush do të na e realizon këtë ide ose projekt. Këto gjëra i cekin në shumë të në rasteve se kanë pat interes, kanë pat janë angazhuar edhe vetë nxënësit në shtëpi që kanë marrë informacione nga më të moshuarit. Duhen si temë të nxithin këto projekte, Laura. Po, pikërisht Samet, kur e shef entuziazmin e nxënësve, seriozitetin e tyre, vërtet të vjen keq që nuk ke mundësi të bësh më tepër se sa kemi bërë me këtë projekt. Prandaj po them, janë ndërmarrje shumë të mëdha të cilat kërkojnë angazhimin e një rjeti shumë më të gjerë njerëzish, të institucioneve, sigurisht me angazhimin e ekspertëve të fushave, të pedagogëve, të arsimtarëve. Në programet arsimore të shkollave janë të para edhe aktivitetet mësimore jashtë-shkollore, po për fat të keq, për arsye të ndryshme, jo të gjitha shkollat i realizojnë këta aktivitete. Ne ende kemi shkollat që punojnë me nga 3 ndrime dhe arsimtarët ose shkollat presin të mbaron njëri ndrim që të vinë nxënësit e ndrimit tjetër. Dhe nuk janë 1 edhe 2 shkolla, po janë shumë të tilla në Maqedoni. Nuk e di, ndoshta do duhet të punohet pak edhe në trajnimin edhe të vetë arsimtarëve. Ndoshta edhe të stimulimit material të tyre. Thjesht duhet të jenë institucionet ata që duhet, ne përmes këtij projekti, po edhe para ne shumë shoqata të tjera, kemi provuar, kemi tentuar të bëjmë gjëra të mira, dhe që në hapin e parë kemi parë që ekziston mundësia për të gjetë edhe mirëkuptimin, edhe bashkëpunimin, edhe të nxënësve dhe të arsimtarëve, po edhe të prindërve të tyre. Jo që dyert janë të mbyllura për bashkëpunim, nëse projekteve të kësaj natyre do të qasej Ministria e Arsimit, Ministria e Kulturës me programe shumë të gjëra më gjithëpërfshirëse, jam shumë e sigurt se do të gjenë bashkëpunimin e ngushtë të shkollave, të nxënësve dhe të prindërve të tyre. Sigurisht. Laura, unë të falenderoj që dave kohë të jesh pjesë këtij emisioni, përveç që u përqendruam tek libri, tek projekti juaj. Ne u qasëm pak edhe në tema tjera ku me të vërtet janë në dobi të nxënësve. Unë dëshiroj që përsërit ju kemi me projekte kaq të bukura dhe kaq edukative për të gjithë nxënësit, por edhe për ato të cilat e the shumë bukur janë ardhmëria jonë. Faleminderit Samet për ftesën. Ju uroj edhe ju suksese me këtë program dhe me programe të tjera të televizionit në gjuhën shqipe pranë radio televizionit të Maqedonisë. E gatshme çdo herë të jem mysafire e juaj dhe faleminderuese pafund për mundësinë që na jepni të bëjmë promovimin e projekteve dhe punëve të këtyre. Faleminderit edhe një herë.